Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim Kristina Shares. Atëherë dua që ta nis sepse kam shumë pika dhe kjo video do të jetë komplete detajuar se si unë arrita që të vi në Gjermani dhe secili e ka mundësinë që të jetë në këtë fazë, pra që të ketë këto kushte të cilat unë i plotësoja përpara se unë të nisesha për në Gjermani dhe përpara se unë ta mendoja jetën time këtej. Unë kisha disa kushte të plotësuara, kështu që dua që t'i sqaroj sepse si unë ka shumë në Shqipëri. Ka jashtëmase shumë dhe jemi në të njëjtin nivel në të cilin edhe unë kam qenë përpara se të nisesha në Gjermani dhe realisht këtu kam patur sukses. Unë nuk kam patur asnjë informacion për Gjermaninë, unë kisha një punë shumë të mirë në Shqipëri dhe kam patur gjithmonë punë të mira. Kam punuar gjithmonë në zyra marketingu, kam qenë shumë kreative, pra mendoj se pika ime më e fortë është kreativiteti që unë kam dhe si unë kam parë jashtëmase shumë të rinj në Shqipëri të cilët janë realisht shumë të suksesshëm në fushën që bëjnë, por ndoshta akoma nuk e dinë dhe nuk e kuptojnë potencialin që kanë. Dhe unë mund të kem akoma më pak potencial se sa ato të rinj që unë kam parë edhe në zyrat ku unë punoja, dhe realisht mundet që t'ja dilni të gjithë, dhe këtë nuk e them vetëm për këdo që punon në një zyre dhe që është tashmë ndihet i rregulluar dhe fundjavare nuk ka arsye pse të vinë në Gjermani, por secili ka një ëndër për të ndjekur, secili ka ato standarde të cilat do që t'i arrijë. Ta nisim që nga momenti i parë i ardhjes time në Gjermani. Pra si e mendova unë kur unë kisha një punë shumë të mirë, shumë të rehatshme mbi të gjitha, kur nuk paguaja qira në Shqipëri dhe i vi nga një qytet shumë i vogël, por që me të ardhurat që unë merja mua më mjaftonte një jetesë komplet e mirë për në Shqipëri, dhe kam provuar gjithashtu edhe të jetoj në Tiranë, dhe në Tiranë kam patur gjithmonë jo vetëm një punë, kam patur 2 ose 3 punë. Pra gjithmonë ja kam dalë që të gjej punë, gjithmonë ja kam dalë që të kem vullnetin për të ecur përpara dhe për të ndryshuar punët nga njëra tek tjetra. Dhe ndrimi i punëve, pra rreth 1 vit ose 1 vit e gjysmë edhe unë ndroja punë, pavarësisht se mua më ndihmoi jashtëzakonisht shumë për të mësuar shumë fusha të ndryshme dhe shumë mënyra se si funksionojnë zyrat, se si të punosh, pra, dhe se si të jesh kreativ dhe që t'ja dalësh me suksese dhe me zgjidhje, sepse puna me njerëz dhe puna me sisteme dhe puna në një kolektiv është gjithmonë shumë trajnuese dhe shumë e fuqishme për të mësuar se si të ecësh përpara, se si të komunikosh me njerëzit dhe se si të arrish atë më të mirën tënde. Pra, nëse mbledh të gjitha eksperienca së bashku, mund të them që kam shumë eksperienca në punë. Por ndrimi i punëve, dhe normalisht që ndrimi vinte vetëm nga dëshira ime për të ecur përpara dhe për të patur një punë tjetër më të mirë, dhe nga kjo fitoja dhe mblidhja më shumë informacione, më shumë eksperienca. Gjithashtu kam dhënë edhe mësim në 2 qendrat e kurseve në TCT, Tirana Center of Technology, dhe në Irisoft. Kanë qenë të dyja qendra kursesh në të cilat unë punoja part-time, dhe në Irisoft kam punuar më pak, sepse ishte periudha përpara mbylljes së koronavirusit dhe më pas nuk e vazhdova më. Dhe në Tirana Center of Technology unë kam dhënë mësim për Photoshop, kryesisht për Photoshop, por edhe për Illustrator. Në Irisoft kam dhënë Photoshop, Illustrator dhe InDesign. Pra, janë programe me të cilat mund të punosh me kreativitetin tënd, dhe sa më shumë që ti të gjesh veten tënde të shprehur në forma artistike, aq më mirë dhe aq më i frymëzuar do të ndihesh në të gjitha fushat e jetës. Pra, për të gjithë personat që janë kreativ, për të gjithë personat që kanë vullnetin për të ecur përpara dhe që kanë ëndra gjithmonë, pasi arrin një ëndër, duan të arrin një ëndër tjetër, kreativiteti është pika kyçet në cilën do të doja që t'ju thoja të stimuloni sa më shumë edhe me të gjitha mundësitë që juve keni, sepse kreativiteti është vetëm mënyrë që ju bën të gjeni zgjidhje të cilat shumica e njerëzve përtojnë që ti mendojnë, përtojnë që të fokusohen dhe që ta gjejnë një zgjidhje. Por nëse je kreativ, atëherë mund të them në 99% siguri, 100% siguri, 100% jam e sigurt që nëse je person kreativ, do të gjesh zgjidhje për çdo gjë. Dhe kjo gjë mua më ka stimuluar që unë të mendoj gjithmonë se si ti zgjidh gjërat. Kjo ka qenë një nga pikat e mia më të forta, dhe gjithashtu e gjitha eksperienca e mbledhur nga punët e ndryshme. Por që e vetmja e keqe që është nga ndrimi i punëve është që në momentin që ti do të bësh bën një intervistë pune për një kompani e cila është shumë serioze dhe që është shumë e madhe, pra në Tiranë bëhet fjalë. Problemi që pata ishte vetëm pse i ndryshon punët kaq shpesh. Sepse nëse neve do të investojmë tek ty, do të marrim ty si punonjëse, atëherë ne nuk kemi siguri që të gjithë investimin ton ti nesër pas nesër do ikësh. Kjo është problemi i vetëm të cilën unë kam hasur, pra nëse në një intervistë pune. Pra gjithmonë kam patur intervista të suksesshme pune, dhe këtë arrita shikoj edhe këtu në Gjermani, të cilën me intervistën e parë që unë kam marrë kontratën e punës dhe doja shpjegoj të gjitha si e kam arritur këtë gjë. Bëuni gati, merrni një kafe përpara sepse do kemi shumë për të folur në këtë video. Atëherë, po shikoni gjithashtu edhe në backgroundin tim që unë kam hapur School. Faqja e School është një faqe e re, është një platformë e re për të dhënë mësim, për të shitur të gjitha materialet. Pra aty do të gjeni të gjitha materialet e mia në PDF, materiale për gjuhën, por gjithashtu nuk do ta lë vetëm me kaq. Fillimisht do ta nisim pra me gjuhën në nivelin A1 edhe për bashkimet familjare, të cilat
Është kusht, por pra në shumicën e rasteve është kusht që familjari me bashkim familjar duhet që të ketë anjishin, pra përpara se të niset në Gjermani. Jo domosdoshmërisht për të gjitha kategoritë, dhe doja shpjegoj edhe. Gjithashtu doja që të zgjerohesha në platformën time në School, në të cilën juve keni aksesin të jeni falas. Kam hapur një platformë në të cilën do të hidhen të gjitha trajnimet të cilat kanë të bëjnë gjithashtu edhe me mindset, pra me puna ime nuk ka qenë vetëm një punë manuale, mëso gjuhën edhe ndiq këtë hap edhe bëj këtë hap. Jo, nuk ka qenë e tillë. Pjesa më e rëndësishme ka qenë besimi që un kam tek vetja. Si kam punuar sa herë që un kisha një problem dhe kam patur shumë të tilla gjatë gjithë rrugtimit tim këtu në Gjermani, për të ardhur këtu në Gjermani dhe më pas nga këtu vazhdojmë po prapë që të kem pra problematika, por që normalisht nëse ke një mindset shumë strong, shumë të fortë, atëherë mundet që ta dalësh dhe kjo është pjesa kryesore të cilën shikoj që njerëzit sot e kanë si parim dytësor, pra nuk e kanë parësore që të punojnë me veten e tyre dhe që problemin ta përballin me një pozitivitet edhe me një reagim pa reagim. Pra, nëse juve e merrni një problem dhe reagoni direkt në mënyrë shumë negative, shumë mërzitje, filloni shani, filloni nxirrni fjalë të papërshtatshme, pra në momentin që ju e hasni një problem, kjo ndikon shumë në perceptimin e jetës tuaj dhe kjo ndikon shumë, është pika kyçe, ma besoni që kjo është pika kyçe, nuk është se sa i aftë mund t'jeni juve, por mënyra se si reagoni përballë problemeve tuaja, se si i prisni këto probleme, se sa të fortë jeni për t'i ballafaquar dhe për të dhënë reagimin e duhur. Pra, nëse unë do të ndalesha pas çdo stopi që mua më vendoset përpara, a do t'isha këtu sot? Absolutisht jo, dhe me ato probleme që unë kam kaluar vetëm për të ardhur këtu, do isha rrëzuar shumë herët nëse nuk do të kisha këtë mindset shumë të fortë dhe këtë punën me veten time. Pra, të gjitha këto teknika të cilat unë i kam përdorur dhe që vazhdoj të konstruktoj dhe të ndërtoj veten time çdo ditë, mendërisht, fizikisht dhe shpirtërisht, pa këto metoda unë nuk do t'ja arrija të dilja këtu ku jam sot. Patjetër, pjesa e dytë që dua që të flas dhe këtë do ta gjeni pra sërish në trajnimin tim në School, pra Emigrant School by Kristina Fundo. Pra, shkolla e emigrantit. Dua që ta trajtoj këtë temë vetëm për emigrantët sepse tashmë e kuptoj realisht se çfarë do të thotë të jesh emigrant, të mos jesh në vendin tënd, të përballesh me njerëz të një kulture komplet ndryshe. Dhe përveç kësaj, përveç kulturës vendase, këtu ke edhe njerëz të cilët janë nga gjithë bota. Dhe duhet patjetër që të përballesh me kultura të ndryshme, duhet të mësosh se si të sillesh në punë, se si të përballesh në punë me njerëz që vijnë nga shtete të ndryshme, nga kultura të ndryshme, se si të mbash perceptimin tënd dhe stimulimin tënd të mindsetit tënd, të besimit tënd që ti do t'ja dalësh përpara pavarësisht se këtu je e bllokuar ose e përballur me shumë probleme plus persona të cilët secili ka atë universin e vet, secili ka perceptimin e vet, kulturën e vet dhe që ti pak a shumë përballesh me sfida të reja, me emocione të reja, me ndjesi të reja, pra çdo ditë me njerëz të ndryshëm. Në Shqipëri ti e di shumë mirë që kemi një kulturë, e dim pak a shumë se çfarë të presim, edhe çfarë të mos presim nga dikush, pra jemi të gjithë shqiptar në përgjithësi në mjediset tona të punës dhe pak a shumë e dim se deri ku do të shkojë ose mund të bëjmë një parashikim. Duke patur kaq shumë eksperiencë në punë të ndryshme dhe në jetë, patjetër që ti e krijon atë realitetin tënd dhe duke patur krijimin e vetes tënde si brandin më të madh, si projektin tënd më të madh, atëherë nuk ka rëndësi se me sa njerëz ti përballesh në ditë, se me sa sfida ti përballesh në ditë, se me sa probleme nga një shtet në shtetin tjetër ti mund të përballesh, pra nuk kanë rëndësi. Të gjitha problemet tashmë marrin një trajt, marrin një ngjyrë, marrin një formë dhe ti e di që çfarë do lloj problemi qoftë, nuk do të futesh në secilin problem për ta stimuluar, për ta studiuar se çfarë po ndodh, por ti e di, ky është problemi. Në rregull, në momentin që unë po përballem me problem, ti e kategorizon, ky është ai problemi gri. Kjo është kjo ngjyra gri që po të vjen përballë. Atëherë unë e di se si të reagoj, sepse kam krijuar veten time shumë të fortë, kam krijuar të mindsetin tim shumë të fortë, shumë të përgjegjshëm. Nuk më ndikon, di se si të reagoj përballë çdo problemi. Çfarë do lloj problemi qoftë, për mua është një gjë standarde, është një problem dhe unë di se si të reagoj me problemin. Pra, me këtë lloj mindseti, unë kam arritur që të eci përpara dhe këto trajnime dua patjetër që t'i përfshi në schoolin tim, në platformën time Emigrant School by Kristina Fundo dhe dua t'y bëj thirrje sa më shpejt që të bëhemi pjesë e këtij komuniteti sepse çdo gjë, çdo punë ime do të hidhet aty, çdo kurs do të hidhet aty, çdo trajnim do të hidhet aty. Do të bëjmë edhe video të cilat unë do të bëj workshope bashkë me ju, duke ju njoftuar paraprakisht për secilin workshop, për aty është edhe sistemi i schoolit i cili të tregon pra në data të caktuara bëhet ky trajnim, bëhet ky workshop, do të dalim në video të gjithë bashkë, do të flas me ju live, pra do të jemi në workshop dhe gjithashtu do të pranoj edhe kërkesa one on one.
por kjo do të jetë e gjitha në këtë platformë. Kështu që le të bëhemi të gjithë bashkë në këtë komunitet i cili është falas, por që ka një vlerë shumë të madhe. Pra dua që të krijoj diçka e cila të mbetet realisht për një kohë shumë të gjatë dhe realisht të mësojmë shumë persona se si të arrijmë, sepse në fund të fundit jemi shqiptar dhe kemi patur probleme të cilat janë më të mëdha se sa vetë shteti gjerman dhe me këto probleme kemi arritur që t'ia dalim përpara. Do ku shkojmë nëpër botë, arrijmë që të tregojmë që mund të bëhemi pjesë të elitave. Nëse cilin shtet të botës, nëse do të shikoni që ka një elit, ka një fushë, çfarë do lloj fushë të caktuar në të cilën ndodhen elita, do të gjeni patjetër për shqiptar dhe në mos do të gjeni shqiptar, do të dëgjoni që do të flitet për shqiptar. Kam ndjekur një trajnim herën tani së fundmi, pra javët e fundit, dhe në të cilën kam folur me mentoren time. Dhe një nga vajzat e cila më bëri këtë trajnimin para prak, në momentin që unë i thash që jam nga Shqipëria, direkt më ka bërë shenjën. Direkt më ka bërë shqiponjën edhe unë ndjeva shumë krenare dhe filloi që të më fliste për Shqipërinë, për gjitha informacionet që ishte. Kjo vajza ishte në Kanada, pra profesioniste në Kanada, jashtëmase shumë e përgatitur dhe kishte shoqëri me shqiptar. Dhe më tha, jam pjesë e një brendi shumë të mirë dhe kemi shoqëri shqiptare dhe mendoj se janë njerëzit më të përgjegjshëm, njerëzit më besnik dhe njerëzit me të cilat unë mund të qëndroj me orë të zgjatura vetëm duke bërë muhabete dhe duke folur dhe duke diskutuar për probleme nga më të ndryshme dhe arrin që të kem një formë mendësie të re për mua. Thotë që unë nuk e gjej shpesh në për njerëz. Kështu që shqiptar duhet ta dini që jemi shumë të rëndësishëm dhe jemi tamam një vlerë kudo ku neve do shkojmë. Dhe për këto gjëra e kam shumë të rëndësishme dhe e kam personale këtë gjë që dua që të zhvillohemi në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse i kemi të gjitha mundësitë, i kemi të gjithë potencialin, e kemi të rrënjosur në gjak. Nga kjo gjë nuk shpëtoni dot, nga suksesi nuk shpëtoni dot, e kemi të rrënjosur në gjak. Ma besoni këtë gjë. Si nisi gjithçka për mua? Si nisi mendimi që unë të shkoja në Gjermani? Pra si nisi gjithçka? Si nisi mendimi që unë të vija këtu në Gjermani? Pse në Gjermani kur unë anglishtën e flasja jashtëmase shumë mirë, pra kam një nivel të lartë të gjuhës angleze, pra e kisha më të lehtë që unë të shkoja në një shtet ku flitet anglisht, duke patur edhe njerëzit e mi dhe mbështetjet e mia në vendet anglishfolse, por arrit të sjet Gjermaninë. Pse? Gjithçka nisi nga një trajnim të cilin në Shqipëri, në Tiranë kam ndjekur. Ka qenë një studentja ime dhe ka qenë një prej studentëve të mia në kursin që unë thash që kam dhënë kurs graphic designi, Photoshop, Illustrator. Një nga studentët e mia kishte ngritur një agjenci punësimi në Gjermani. Dhe ndoqja këtë trajnimin, thash më shumë po shkoj për ta takuar sepse u bën shumë vite që nga koronavirusi, u bën shumë vite dhe thash okay, më shumë për të kaluar një ditë ndryshe. Dhe realisht fillova që të marr informacionet që nëse ti ke këto kushte, atëherë je një nga personat që mund të krijoj një jetë me standarde dhe një jetë bazë, me një bazë të mirë fitimprurse në Gjermani. Kështu që fillova që ta mendoj të gjitha të trajnimin dhe gjithçka që u tha aty, e gjeta veten që kam potencial dhe kam mundësi që të shkoj këtu. Në atë kohë ndija vetëm ja edhe nein, nuk dija asnjë fjalë tjetër gjermanisht, pra isha edhe shats. Nuk dija asnjë fjalë tjetër, pra isha në nivel më se bazik të gjuhës. Dhe e di që është një gjuhë e vështirë, gjermanishtja dhe kushdo që thotë të kundërtën, pavarësisht se unë kam simuluar veten time që mos t'i them vetes që është e vështirë, nuk e kam në mindsetin tim t'i them vetes time për gjëra që këto janë vështira, e them vetëm pasi e kaloj, po pas ka qenë me vërtet e vështirë. Por gjatë procesit absolutisht nuk i them vetes që është e vështirë, sepse ndryshe do të më uli frekuencën time të mirë dhe pozitivitetin tim edhe për të përballur pra sa më lehtë të mundem, sepse nëse ti arrin që ta hash diçka me tru, atëherë patjetër që do ta realizosh atë gjë. Që shkova në këtë trajnim, mora informacionet, dëgjoja se sa shumë njerëz kishin probleme sepse kishin provuar që të merrnin viza dhe dëgjoja shumë probleme realisht që nuk e mora vizën, u vonua puna, u vonua përgjigja, u vonua kjo. Shumë pesimist, po mund të them që në atë dhomë që u bë ky trajnimi, u bë një ambient vërtet pesimist, pra njerëzit ishin të lodhur, i shikoja që ishin të rinj, shumë të përgatitur. E kam thënë gjithmonë këtë dhe vazhdoj ta them që shikoj kudo në Shqipëri, kam parë njerëz shumë të përgatitur dhe me shumë vlera, dhe janë të gjithë të rinj. Dhe mundohen pra arrin që të kenë fuqin, forcën, i mbledhin veten e vet dhe duan që ta arrin këtë gjë, por rruga dhe shkallët dhe të gjitha problemet që i dalin rrugës arrin që ta bëjnë një çik të vështirë si rrugtime dhe arrin që të bie në një gjendje pesimiste. Dhe normalisht është pjesë e procesit, por nuk është pjesë e ndalimit tuaj. Pra, nëse ti do të kalosh edhe je duke kaluar pjesën më të keqe, pse të ndalosh aty? Ec përpara, sepse kjo pjesa do kaloj. Pra, nëse ti qëndron aty dhe ndalesh aty, mbaroj. Por nëse ti vazhdon të ecësh, e di që kjo gjë do kaloj nëse ti ecën. Nëse qëndron aty, nuk ke asnjë arsye pse të qëndrosh aty. Kështu që nuk ke pse ti je pesimist në momentin që të del një problem. Tash edhe për këtë do bëjmë një trajnim të specifikuar vetëm për pjesën e mindset. Pra, të
të gjitha në platformën time të re. Pra do t'i ndiqni dhe do ju ftoja që të vinit të bëheshit sa më shpejt pjesë e School Community Emigrant School by Cristina Fundo, në mënyrë që të marrim të gjitha ato që na duhen sa më shpejt të jetë e mundur. Pra sa më shumë të përparojmë me jetën tonë, aq më shpejt do të arrijmë ato gjërat të cilat duam dhe të kemi të drejtën, të japim të drejtën vetes tonë për të arritur një ëndër tjetër akoma më të madhe se sa ajo që i kemi vendosur tani bazës tonë në këtë moment. Atëherë, si arrita, të kalojmë tani në planin praktik që unë kam ndjekur për të ardhur në Gjermani. Pra pash në këtë trajnim që mundësitë e mia ishin të mëdha duke patur një diplomë të anglishtes. Në atë momente e kisha të bënjishit, pra që në 2016 e kam patur një diplomë të bënjishit. Dhe kjo nuk thuhet zakonisht nga agjencitë që nëse ti e ke një diplomë të anglishtes në nivelin minimalisht në nivelin bënjish, nuk është edhe aq e nevojshme që ti të kesh diplomën e nivelit bënjish në gjermanisht. Pra, mjafton që ti të kesh një diplomë të nivelit bënjish në gjuhën angleze dhe kjo nuk të bëhet pengesë pra në letrat e tua nëse do të shkosh në një nga vendet europiane. Pra, ky është një ligj i cili pavarësisht se unë nuk e dija në fillim dhe ju futa gjuhës duke mësuar vet, unë arrita që të kem pra edhe bënjishin në gjermanisht dhe kjo më shtoi edhe pik nga bënjishin në anglisht dhe bënjishin në gjermanisht, më shtoi pik në pjesën e letrave. Të gjithë ata që kanë një shkollë të lartë dhe në Shqipërinë neve pothuajse të gjithë kemi një shkollë të lartë. Të gjithë ata që kanë një shkollë të lartë mund të provojnë chancën kart. Dhe unë kam ardhur me chancën kart. Pra, me kartën e shanceve. Kjo ka qenë mundësia e cila mua më solli këtu në Gjermani. Për të patur chancën kart, do të duhet që të keni një shumë parash në llogari, mos gabojësh 1125 euro për çdo muaj të qëndrimit tuaj dhe viza jepet për një vit. Këto fonde ju mund t'i merrni borxh nga dikush, nga një familjar dhe ta keni parasysh që çdo muaj do të zhbllokohet kjo shuma, pra minimale që është 1125 euro. Dhe juve mund t'i bllokoni pra për një vit, do duhet që të hapni një llogari të bllokuar dhe mund ta bëni këtë, jo të gjitha bankat e bëjnë, Raiffeisen Bank nuk e bën, mund ta bëni tek Intesa San Paolo Bank, këtë bank kisha zgjedhur edhe unë, dhe do të bllokoni pra këtë shumën 12 herë 1125 euro, minimalisht pra, dhe do të prisni nga kjo shumë, pra nëse juve ja merrni borxh dikujt, një familjar apo një miku, do duhet që t'i thoni që çdo muaj, pra mund ta bëni me emër të përbashkët llogarinë në mënyrë që edhe personi tjetër ti tërheqi paratë e veta, dhe çdo muaj do të zhbllokohet pra një shumë. Pra çdo muaj kjo shuma pretendohet që të jetë shuma ndihmëse për ju në momentin që juve shkoni në Gjermani dhe nuk keni gjetur pra një kontratë pune, sepse në momentin që vini këtu është kartë mundësie, pra për një vit juve financoni veten tuaj për të jetuar dhe për të ngrënë bukë, pra për të patur një shtëpi me qira dhe për të ushqyer, për të jetuar normalisht. Pra dhe kjo është minimumi i bazës për të jetuar pra këtu në Gjermani. Në momentin që vini këtu, juve do të kërkoni për punë, do të bëni aplikime, por ama e keni mundësinë që të jeni këtu, pra ta kërkoni nga këtu, nga brenda Gjermanisë të shkoni dhe të keni leje qëndrimi pra për një vit të plot, deri në momentin që ju gjeni një kontratë pune dhe më pas merrni Aufenthaltstitel, pra merrni lejen e qëndrimit në Gjermani të bazuar në kontratën e punës dhe juve nuk ju duhet më fare kjo vlera e parave, por kjo do të vazhdojë të jetë bllokuar. Pra çdo muaj do të lirohet nga një pagesë deri në momentin që të plotësohet një vit, pra që del komplet shuma. Pra kjo pagesë që lirohet çdo muaj juve mund ta përdorni, pra mund ta merrni me vete nëse janë paratë tuaja, pra dhe bini dakord me familjarin tuaj, ju mund t'i përdorni këto shpenzime nëse janë tuaja dhe të arrini që të siguroni jetesën tuaj këtu. Për pjesën se si mund të gjeni një shtëpi pa patur akoma pra pa gjetur akoma një shtëpi për këtë pjesë në këtë moment nuk kam informacion sepse unë kam ardhur tek i afërmi im këtu. Pra ai më doli garant dhe kjo garancia që më bëri kushëriri im më dha akoma pik më shumë sepse duan rreth 6 pikë që merren pra nga certifikata e nivelit bënjish, merret 1 pikë, unë kisha edhe anglishtën mora edhe 1 pikë tjetër, diploma që juve keni është 2 pikë. Kjo siguracioni që juve i siguroni vetes tuaj, pra këto parat janë 1 pikë tjetër, pra janë këto rregullat të cilat duhet të plotësoni në mënyrë që të merrni këtë vizën e chancën kart pra. Dhe unë kam ardhur direkt te kushëriri im, pra kam jetuar 3 muaj këtu te kushëriri im dhe më pas gjeta shtëpi veç. Dhe edhe gjetjen e shtëpisë pra e kam bërë po prap vet. Kjo është mënyra se si unë erdha, por unë përpara se të merrja vendimin që të hidhja dhe të bëja aplikimin për vizën chancën kart, unë kisha bërë aplikime pafunde dhe kjo është një nga pjesët më stresuese dhe më pesimiste të çdo rrugtimi kur juve doni që të jeni një emigrant. Pra, gjetja e punës.
Fillimisht e nisa me agjensi. Agjensia e parë të cilën u ndoqa ishte një agjensi e rregull, pra me të gjitha rregullat, pra mund t'i jepni lekët aty dhe nëse nuk bëhet puna i merrni lekët mbrapsh. Çdo gjë ishte sipas ligjeve, pra nuk është se të hajnë lekët aty në këtë agjensi. Unë bëra konvertimin e diplomës si fillim. Pra, më dhanë listën me dokumenta dhe më bërën konvertimin dhe për konvertimin në fakt më kishin harruar. Konvertimi kishte dalë që përpara 2 muaj. Unë ndërkohë prisja përgjigje dhe i shkruaja vazhdimisht a ka dalë. Dhe në momentin që më thoshin do të njoftohesh ti kur të dali kjo diploma, mos ki merak se do njoftohesh, nuk është nevojë të pyesësh. Në këtë moment, unë fillova që të bëja kërkime, sepse në momentin që ti ja beson punën tënde dhe rrugtimin tënd një agjenci, atëherë ti thua unë po e bëj këtë, po e marr këtë për të patur më shumë kohë për veten time. Pra, nuk po i hy të gjitha rrugëve të cilat unë nuk i di, por po i besoj gjithçka kësaj agjencie. Dhe në momentin që unë nuk po kisha më përgjigje, pra kishin kaluar 3 muaj që ishte afati kryesor për konvertimin e diplomës dhe pas kësaj kishin kaluar edhe 2 muaj të tjerë. Mos gaboj, pra ishte diçka e tillë dhe përgjigja që u merja ishte jo, nuk ka ardhur akoma, do njoftohesh, pra pak a shumë e lang kështu sipas dore dhe duke patur informacionet, keni parasysh që me ChatGPT unë kam arritur të bëj shumë progres, shumë gjëra. Dhe ChatGPT-n tashmë e kam version pa limit, pra më ndihmon jashmase shumë për çdo gjë. Kështu që nëse do doni pra një këshill nga mua që e keni edhe falas, mund ta përdorni edhe versionin falas, punoni sa më shumë me ChatGPT. Dhe pyeta ChatGPT, kam këtë situatë, si mund ta kuptoj ose si mund t'i shkruaj shtetit gjerman që të marr një përgjigje dhe më dha adresat se ku mund të kontaktoja për njësimin e diplomës dhe për të marrë informacion nëse çfarë ka ndodhur, pra pse po vonohet kaq shumë kjo diploma ime. Sepse gjithçka është proces pas procesi. Pra, e nisa me njohjen e diplomës në mënyrë që të vazhdoja me procesin e dytë të gjetjes së një pune, pra nga agjencia, po ja besoja të gjithë agjencisë. Dhe në fakt i shkruaj Zabit. Zab është institucioni i cili merret me njohjen e diplomave këtu në Gjermani dhe i shkruajta një email, quhem Kristina Fundo dhe të gjitha të dhënat, kam bërë aplikimin dhe nuk kam marrë akoma një përgjigje. Ju lutem mund të më informoni mbi procesin e aplikimit tim dhe më thanë që agjencia e ka marrë diplomën tuaj që përpara 2 muajsh, pra më dhanë me datën e saktë, pra diploma juaj ka dalë dhe kështu. Atëherë, në këtë moment unë kontaktoj direkt agjencinë dhe agjencia më thot po, më kërkoi falje dhe e kaluam si e kaluam, pavarësisht se e gjitha ishte nën kurrizin tim. E kalova këtë situatën dhe vazhdova t'i besoj për të më gjetur punë. Kaluan 6 muaj dhe nuk gjeta një punë. Pra nuk, pavarësisht pretendimeve, pavarësisht diskutimeve, unë e kuptoj që këto gjëra marrin kohë. E kuptoj edhe e kam bërë arrita që ta bëj më shpejt se sa me agjenci, sepse agjencia i merr të gjithë njerëzit bashkë, e kuptoj tensionin, e kuptoj gjithçka, se si funksionon një biznes dhe se sa mirë duhet menaxhuar, pavarësisht se mund të kesh shumë punëtor, pra e kuptoj çdo gjë, por puna është se unë dua atë që unë po paguaj për atë që unë pres që të bëhet. Dhe kaluan 6 muaj, puna nuk u gjet, komunikimi arriti pra në një nivel as pak të pëlqyeshëm. Dhe pikërisht në këtë moment unë fillova t'i kërkoj lekët dhe lekët i mora mbrapsht, pra lekët që kisha futur për kontratën e punës. Kjo ishte agjencia e parë. E zgënjur, e tensionuar, të gjitha bashkë, mund të them, të gjitha emocionet bashkë. Arrit të gjej një agjenci tjetër të dytë, pra futesha në për grupet e Facebookut ku flisnin shqiptarët për agjencitë, kush punon sa, kush është pa ligje, kush është pa rregulla, kush të merr lekët e tjerë. Për këtë që gjeta vajza të cilën komunikova më duk shumë e besueshme, më duk një person i cili vërtet të jep të përshtypjen që ditë punoj shumë mirë, është e shkathët dhe i ka lidhje të gjitha për të bërë të mundur gjeti në një kontratë pune dhe më premtoi një punë vërtet shumë të mirë në Stuttgart, në një biznes familjar dhe do të isha ndihmës ekonomiste atje. Pra duhet keni parasysh që gjithmonë punën me çancën kart, pra duhet që ta gjeni në bazë të diplomës tuaj. Duhet ta diskutoni këtë punë me menaxhimin e burimeve njerëzore, pra këtu në Gjermani, se si mund ta rregulloni titullin që të përshtatet me punën tuaj. Pra dhe kjo do të jetë një proces i cili të ndikon direkt në Auslander Behörde që të t'japi vizën, që të t'japi miratimin që ju ta filloni këtë punë. Pra kjo është e keqja e çancën kart, sepse ti nuk mund të bësh çdo lloj pune, por të duhet që të përshtatet patjetër me shkollën që ti ke mbaruar, me diplomën tënde, sepse prandaj e bëre edhe këtë njohjen e diplomës që ti të vish si një person i kualifikuar, pra një punonjës i kualifikuar këtu në Gjermani. Dhe për këtë arsye ata ta japin vizën brenda javës. Mua më dhanë për një ditë. Pra duke parë që gjithçka po shkonte shumë mirë, bëra një kontratë me këta, më kërkuan lekët, i dash gjysmat në fillim, nuk ishte një shumë e vogël, por mendova, thash okay, po i besoj.
Sot e kësaj dite nuk kam marrë akoma pagesën, pra kam marrë një pjesë shumë të vogël dhe sot e kësaj dite unë dëgjoj të gjitha problemet që ata kanë pra çdo ditë, pse nuk munden që ta bëjnë pagesën, por që me premtimin e tyre do I marr këtë pagesë. Pra as pak nuk e besoj dhe nuk dua që dhe doja që të mos t'i futeni realisht, të mos e futeni fare kësaj rruge e cila ka shumë pasoja mbrapa, më shumë psikologjike edhe monetare patjetër, sepse e dim se sa shumë punohet në Shqipëri për të patur atë shumën që neve ja besojmë një agjencie dhe në fund fare na e marrin edhe këto lekët, na mbajnë edhe nën presion, na mbajnë edhe nën stres, edhe na ulin komplet atë pozitivitetin. Kjo është një gjë e patolerueshme dhe është komplet anti-shqiptare, mund ta quaj, komplet anti-shqiptare. Por janë gjëra që ndodhin dhe do doja patjetër që t'i shmangim këto gjëra. Kështu që pavarësisht kësaj, e kuptova që nëse Zoti do donte që kjo gjë të ecte, atëherë do të ecte. Por nëse Zoti nuk do që kjo gjë të eci, por që unë të ndjek një rrugë tjetër, atëherë realisht ky do të ishte një problem në cilën do formë, pra do më vinte në çfarë do lloj forme. Mund vinte në emër të kësaj agjencie, mund vinte në emër të një personi që unë mund t'i besoja, mund vinte në çfarë do lloj forme, kjo do ishte një problem, sepse rruga ime ishte që ta gjeja vetë punën. Dhe që sot të jem këtu përpara jush dhe që të ndihmoj sa më shumë njerëz të munden me të gjitha këto informacione se si t'ja dalin vet. Pra, duhet të besoni gjithmonë se çfarë master plani është përballë jush, të cilën ju nuk arrini që ta shihni, por që do ta shihni me kohën. Dhe nëse arrini që juve ti përballni të gjitha këto probleme duke menduar në këtë formë, atëherë do të merrni më të mirën e jetës. Në çdo kuptim e them këtë dhe e them plotësisht me shumë besim. Për secilin prej jush që po më dëgjon, do doja që problemet tuaja të mos fajsoni njerëz, të mos mbani peshën e inatit, të mos mbani peshën e urrëties për këtë person. Kini parasysh që nëse Zoti e ka bërë një rrugë që të hapet përpara jush, nuk ka asgjë që e ndalon. Dhe nëse Zoti nuk do që ajo rrugë të hapet, nuk ka asgjë që e ndalon. Kështu që në momentin që ju e shikoni që në këtë rrugë nuk po ja dal dot, nuk është momenti për të thënë u dorëzova, por është momenti për të thënë po mbyll këtë derë sepse do shkoj në një derë tjetër. Pra, qëllimi juaj duhet arritur në cilën do rrugë. Të ligjshme, të pastër, por duhet arritur. Por thjesht nuk ishte kjo mundësia dhe keni parasysh që për të arritur diku ju keni mundësi pafund, dyer pafund. Dhe kjo nuk është arsye pra që me një bllokim juve të thoni ose me dy bllokime siç I kisha unë deri tani, deri në këtë moment ju të thoni që po dorëzohem, nuk ja vlen, nuk është rruga ime. Jo. Është rruga juaj. Dhe dua që ta ndiqni këtë gjë. Çfarë fillova që të bëj? Pavarësisht se unë isha me këto agjensit, pra secila më mori kohën e duhur, gjatë kësaj kohe që unë po mblidhja informacionet pra nga agjensit, I thoja çfarë më duhet mua që të vi në Gjermani, pra me këtë kartën e shanseve, sepse ma diskutuan si mundësi dhe më thanë që pra informacionet I kanë deri diku. Dhe më I dhanë si mundësi që shikosen me që ke diplomë është mirë që të provojmë këtë gjë. Okej, në rregull. Çfarë më duhet për këtë gjë? Do të duhet që të mësosh gjuhën deri në nivelin B1. Okej, në rregull. Dhe gjithë këtë periudhën që un kam pritur pra nga agjencia në agjenci dhe që ja besova punën, unë thash në rregull, ndërkohë që po pres, atëherë po bëj diçka tjetër, pra që ta arrij këtë gjë në momentin që mua më vjen kontrata e punës. Dhe fakti që unë isha e stimuluar që do më vinte kontrata nga dita në ditë, që do më gjente një kontratë nga dita në ditë, kjo më bëri që unë t'i futesha më shumë punës dhe të punoja më shumë, rreth 4 orë në ditë fillova që të mësoja gjuhën. Të them të drejtën, niveli A1 më është dukur më I vështirë nga të gjitha nivelet e tjera sepse përballesha me të gjithë strukturën e re, pra bazën e re të mësimit të gjuhës gjermane. Pra dhe kjo ishte një nga fazat më të vështira. Më pas A2-shi, B1-shi më dukeshin pak më të lehta. Filloi që të bëj më profesionale dhe duke u ndier më profesionale, pra si problem, ndjesha edhe unë më profesionale në momentin që unë te I kaloja si problem, kështu që më dha shumë zemër kjo gjë. Dhe në këtë momente fillova pra thash u ula që të studioj, nuk kisha asnjë dieni se kush ishin librat që unë duhet mësoja, kush ishin teknikat, hyja në YouTube që të merrja informacione dhe kisha mundësi nga më të ndryshme dhe nuk po arrija dot që të gjeja. Kështu që për të marrë një informacion të mirë, fillova që të telefonoj qendrat e kurseve të ndryshme, pra qendrat të ndryshme në qytetin që ishte afër meje, pra afër qytetit tim të vogël, sepse në qytetin tim nuk kishte realisht kurse për gjermanisht, kështu që do më duhet ikja rreth 20 minuta larg. Dhe në këtë moment fillova që të pyes, përveç çmimit, përveç datës, fillova që të pyes po me çfarë librash duhet që të blej, që të vije përgatitur. Disa më thonin shrit internacional, disa më thonin mention dhe fillova që të kisha pra të përzidhja emrat të cilët më jepnin. Dhe pavarësisht nuk u regjistrova në kurs, thjesht mora informacionin dhe më pas vazhdova që të bëj kërkimet e mia dhe gjeta që metoda shrit ishte më e pëlqyera dhe realisht mua më ka pëlqyer më shumë. Nuk e kam parë metodën mention. Nuk e kam parë dhe nuk mund të flas, pavarësisht se shumica më thonë që është shumë më e lehtë,
për mua funksionoi dhe më pëlqeu libri Shrit. Pra metodologjia Shrit, pra me librat Shrit internacional, mu duk një mësim goxha i mirë. Kështu që i mora librat dhe mund të thoni juve mund ta keni shumë të lehtë sepse ka shumë njerëz që janë sot në Gjermani dhe mund të merrni informacione nga grupet, mund të hyni pra thjesht në një grup në Facebook ose mund të keni miq tuaj pra që ti sugjerojnë. Problemi im është që un jam një tip i cili nuk bëj shumë shoqëri. Pra un jam një tip i cili kam qenë gjithmonë më shumë introvert, më shumë në veten time sepse ndihesha më i qetë në energjinë time, në mendimet e mia dhe në ato gjërat të cilat unë doja që t'i arrija. Pra kisha të gjithë kohën për vete, kam shoqëri shumë jashtëzakonisht shumë të vogël, shumë pak dhe më pëlqen pra koha cilësore që unë kaloj me njerëzit. Nuk jam tipi që bën shoqëri, nuk jam tipi i cili harxhon shumë kohë me shoqëri të ndryshme. Nuk e kam këtë tip, pra është në tipin tim që unë të ndihem shumë herë më i qetë në hapësirën time introverte. Pra ndihem më e sigurt, ndihem më mirë. Prandaj e kisha ndoshta edhe më të vështirë që unë të gjeja informacionet e duhura ose që të pyesja. Nuk kisha shoqëri që unë ta pyesja realisht. Unë ndihem shumë rehat. Ndihem shumë rehat kur jam në hapësirën time, kur jam në punët e mia, kur punoj në projektet e mia dhe në gjërat që unë dua të arrij, kam shumë herë më shumë produktivitet kur unë punoj edhe kam komplet mendjen time të hedhur në letra edhe komplet të studiuara, sesa kur jam duke harxuar shumë orë në kafe me shoqëri. Pra, shikoj më shumë, fokusohem aty ku kam më shumë produktivitet. Dhe në këtë moment pra fillova që të studioj gjuhën gjermane me librat Shrit. Edhe patjetër, kjo flaka që un kam brenda meje, ky pasioni për të mësuar gjëra, e kam patur gjithmonë që e vogël, kam qenë një nxënëse shumë e mirë në shkollë, deri në universitet dhe ka qenë dhe kjo gjë pra është e rrënjosur tek unë. Un kam shumë dëshirë që të mësoj dhe kam ndjekur deri më sot, kam ndjekur trajnime, kam lexuar shumë libra, pra është tipi im i tillë i cili pranon sfida të reja në aspektin mental, pra në aspektin e formimit edhe për të qenë sa më shumë profesionale dhe për të qenë sa më shumë e edukuar, duke edukuar veten time në sa më shumë sfera që më interesojnë mua, pra për të arritur atë nivel që unë dua të arrij dhe që besoj se jam shumë afër për të arritur. Prandaj, me historinë time, dua që t'ju frymëzoj dhe dua që të gjeni më të mirën tuaj dhe që të vazhdoni ta zgjeroni atë fushë të mirë tuaj. Dhe patjetër që edukimi do t'ju çojë shumë lart. Pra nuk po them që rruga ime është më e mira, për tipin tim kjo është rruga më e mirë që unë mundem të pranoj, pra si introverte. Por mund të ketë persona të cilët i gjejnë zgjidhjet shumë herë më shpejt se sa mua sepse kanë shoqëri, sepse kanë lidhjet e tyre. Absolutisht që është një super zgjidhje nëse ju i keni të gjitha këto informacione që mua më është dashur kohë ti mbledh, nëse ju do doni të keni përparësi me kohën, ju mund të dëgjoni pra video të tilla si unë që po jap të gjitha detajet se si i kam ndjekur, pra që mos ta kaloni të gjitha të rrugën që mua mu desh për të mbledhur informacione me gjithë stresin edhe me çdo gjë. Mund t'i keni shumë më të lehta gjërat, pra dhe nëse keni mundësi që t'i bëni më të lehta gjërat për veten tuaj, bëjni sepse keni vetëm një jetë dhe të njëjtën gjë që ne vendajmë të gjithë së bashku janë minutat në çdo ditë. Për këtë unë ju falenderoj shumë që po më ndiqni akoma në këtë rrugtim, të cilin e kam shpjeguar me detaje dhe do vazhdoj deri në fund ta shpjegoj me detaje se si të përfitoni sa më shumë të mundeni nga gjithë eksperienca ime. Për të bërë aplikimin, pra unë punësova patjetër dikë që hidhte që merri me aplikime sepse e doja sa më të saktë ta bëja si gjë. Dhe patjetër zonja e cila më sugjeroi dhe që më bëri aplikimin më jepte shumë këshilla dhe ishte vërtet shumë e mirë dhe më pëlqen shumë. Dhe e sugjeroi pra në momentin që un kam dikë që vërtet ja vlen edhe që më ka bërë punë, patjetër që un do ta sugjeroj. Dhe patjetër që emrat e agjensive të cilat un nuk më kam bërë punë, pra realisht unë nuk do t'i sugjeroj. Patjetër që unë nuk dua që t'i bëj keq, absolutisht jo. Secili ka vështirësitë veta në punë dhe ndoshta ato agjenci mund të kenë çuar shumë njerëz të tjerë, por me mua nuk ka funksionuar dhe thash, gjithmonë mendoni atë master planin që jo çdo gjë pra është absolute. Pra këto agjenci mund të kenë bërë vërtet shumë punë për njerëz të tjerë, dikush do ta sugjeroj për mirë, në momentin që unë nuk kam diçka për të mirë për të thënë, nuk do ta them. Në momentin që un kam diçka të mirë për ta thënë, patjetër që do ja sugjeroj edhe gjithmonë dua t'ju them që secili ka rrugtimin e vet dhe secili ka fatin e vet edhe ku mund t'i ndriçoj ky fat. Pra, kështu që asgjë nuk duhet marrë në mënyrë absolute. Thjesht një sugjerim nga ana ime, pra aty ku un kam patur sukses, pikërisht këtë gjë dua që t'ju tregoj dhe që t'ju sugjeroj. Pra, përzemërsisht gjithçka që mua më ka sjell suksesin, pra gjithë rrugën që mua më ka sjell suksesin për të qenë këtu ku jam sot. Dhe që besoj e dëshiroja shumë
edhe vetë që të arrija këtu ku jam sot dhe e di që e dëshirojnë shumë veta akoma që t'jenë të paktën të kalojnë këtë fazën dhe të vinë këtu edhe t'jenë me rregulla edhe me një punë, pra e di se sa stres kalohet. Në momentin e parë që shkova tek ambasada gjermane, do më duhej edhe një siguracion, pra duhet të prisja një siguracion dhe të them të drejtën, siguracioni që duhet prisja ishte vetëm për këto aksidentet që mundet të ndodhin, një siguracion 6 mujor apo 1 vjeçar, e kam për 1 vjeçar mos gaboj, dhe më thanë të shkoj te Sigali. Te Sigali kushtonte rreth 250.000 lekë dhe realisht më duken shumë lek, pra për një siguracion që nuk do e përdorja kurrë. Pra thjesht një shpenzim i bërë kot. Thjesht fillova që të pyes të gjitha kompanitë e sigurimeve në mënyrë që të kurseja pak lek. Fillova që të kontaktoj të gjitha kompanitë e siguracioneve në Shqipëri se kush pranonte për viza gjermane, kush bënte pra këto siguracione për viza gjermane dhe sa lek kushtonin. Dhe në këtë mënyrë zbulova që Alp Sigu në krahasim me Sigalin e bënte për 60.000 lekë. Pra, dhe shkova tek Alp Sigu, e bëra këtë siguracionin e preva dhe mu vlerësua, pra mu mor parasysh në ambasadë dhe ja vleti. Pra, arrita që të kursej 190.000 lekë. Mora përgjigjen në email nga ambasada që kemi marrë një vendim për ty dhe hajde në këtë datë, në këtë fashë orare për të marrë përgjigjen tënde. Dhe ky ishte emaili, më thonin në faqet në grupet e Facebookut, të cilën e nxorra pra aty këtë emailin pa të dhënat personale normalisht, dhe më thanë që bravo, e ke marrë suksese dhe nuk arrija ta besoja sepse përgjigja ishte shumë e shpejtë, pra ishte në një ditë të vetme dhe kjo më bëri që të dyshoja që përgjigja do ishte komplet negative. Në momentin që shkoj 2 ditë më mbrapa tek për të marrë përgjigjen e vizës, shikoj që viza ishte në pashaport, ka qenë një nga momentet që më dha më shumë shpresë dhe që më bëri shumë të lumtur. Në momentin që mora vizën, planifikova që të bëj edhe një palë pushime të mira sepse e dija çfarë mund të më priste këtej. E dija që këtej edhe mund t'ja dilja, normalisht mendësia ime është gjithmonë që doja dal, do ta gjej një zgjidhje. Pra gjithmonë e kam të rrënjosur brenda meje tashmë prej vitesh me radhë të studimeve dhe të gjithçkaje që un kam përmirësuar veten time. E dija që doja dilja, do gjej një mënyrë, pra që Zoti do më ndihmojë dhe do më hapi një rrugë siç ma ka hapur deri tani, pra gjithë rrugën. Kështu që e shijova atë periudhën që e shtyva pra nga viza, vetëm një muaj e shtyva nga viza dhe u bëra gati për të ardhur këtu në Gjermani. Pra, vi tek kushëriri im. Në momentin që vi këtu më thot kushëriri që duhet patjetër të regjistrohesh, por për të regjistruar nuk mund të shkosh direkt në bashki. Pra ka apo s'ka njerëz, janë disa termine që janë ditë të martë dhe të henjtë, nuk e di nëse variojnë nga landet. Mund të shkosh pra pa termin. Ke fashat e caktuara orare dhe thjesht do presësh radhën se sa veta jam përpara teje pra në momentin që ti shkon. Dhe në momentin që lash në fillim një termin, shkova dhe më than më duhej nuk arrita më duhej një verifikim nga Vonovia. Vonovia është agjencia e cila jep shtëpit me qira këtu në Dresden ku unë jetoj dhe do më duhej patjetër që të kisha këtë fletën e regjistrimit. Me Vonovia ishte avaz më vete komplet. Shkoj prap në shtëpi me kushëririn, pak mërzitur edhe patjetër kushëriri më ndihmoi, hajde të bëjmë aplikimin, i bërëm aplikimin, çfarë duhet firmoste, gjëra komplet, absolutisht 100% mbështetje nga kushëriri im dhe po prisnim që të na vinte kjo përgjigje. Na vinte një përgjigje, thoshte plotsoni këtë formular dhe nënshkruajeni dhe na e dërgoni nëpërmjet portalit ton. Neve i merrnim në telefon. Në telefon unë nuk dija të flisja, po më dukej shumë e vështirë sepse sa po kisha ardhur dhe pavarësisht se përgatitja fjalime, ato më bënin pyetje dhe unë nuk arrija që t'i kuptoja tamam ashtu siç duhej, sepse nuk më ishte vrarë veshi. Pra, tash gjermanishtja dhe zakseni ku unë jetoj ka dialekt. Kjo ishte pjesa më e vështirë. Kur kam ardhur këtu më është dukur vetja 0, pra në nivel 0, në nivel anjish. Minus anjish, mund të them, sepse nuk po kuptoja dot asgjë prej dialektit. Arrija të kuptoja pra dikë që ishte nga Berlini dhe që fliste pra me atë gjuhë të cilën unë e kisha mësuar edhe nëpër ato audiot me të cilat unë mësoja, pra nëpër libra edhe nëpër gjithë YouTube. Tu kishte një dialekt shumë të vështirë. Ka një dialekt shumë të vështirë dhe patjetër që duhet të vritet veshi dhe nuk arrija dot nëpërmjet telefonit që të zgjidhja diçka. Më thoshin direkt dhe në momentin që unë kapja linjën pas një gjysmëore duke pritur në telefon, më thoshin që gjithçka bëhet online. Okej, shkova tek zyra e Vonovës, më tha kushëriri që kemi këtu në lagje, nga aty direkt të prisin dhe të thoshin bëje online, neve nuk punojmë, nuk merremi me ty, komplet ftohtë, pra nuk të ndihmonin. Prisja që të vinin letrat, firmos këtë, dërgohen portal, prit 2 javë të tjera. Vinte përgjigja, tani firmos këtë, sillen portal, dërgohet si PDF,
dhe do prisja apo prapë për një përgjigje. Dhe mbaj mend se tek letra e fundit nuk kam pritur, po ishte një gjysmë letre që ishte një gjysmë pranimi, por që duhej patjetër që të bënim edhe diçka tjetër, një firmë tjetër, te një formular tjetër, dhe më pas duhet që të shkonim po prapë te Burgeramti, pra te bashkia që të regjistroheshim. Dhe në momentin që shkoj pra për herë të dytë te bashkia, për herë të tretë, sepse vajta pyeta 3 herë. Momentin që shkoj për herë të tretë, më del një punonjëse tjetër, po e dëgjonte komplet se çfarë kishte ndodhur dhe që po e shpjegoja, shiko se po më kërkoni një gjë që nuk është në dorën time, por që unë duhet të regjistrohem sepse kanë kaluar më shumë se sa 2 javë tani këtu dhe duhet patjetër që të regjistrohem. Në bashki që unë të figuroj që po jetoj këtu në Gjermani, pavarësisht se kam ardhur, dua që të figuroj me letra dhe në sistem që po jetoj. Dhe punonjësja nuk ishte e shkathët, thash, dhe po nxirrte probleme, po i binte shumë shkurt. Ishte vajzë e re dhe ndërkohë vjen një grua tjetër e cila e dëgjon bisedën pra nga zyra që ishte përballë dhe duke që ishte një grua e cila kishte shumë vite që punonte aty dhe erdhi i dha zgjidhje direkt të gjithë gjës. Ma pranoi atë gjysmë konfirmimin që kisha marrë nga Vonovia, ma pranoi, më regjistroi dhe këtu ishte një moment çlirimi edhe për mua edhe për kushërimin që e ka përjetuar me më shumë stres se sa mua, sepse unë isha rehat, por ai kishte dalë garant dhe i kishte me më shumë merak. Gjatë kësaj periudhe që unë po prisja regjistrimin në bashki, unë kisha lënë një termin. Si e lash terminin për një kontratë pune? Në momentin që unë isha në Shqipëri, unë kisha dërguar, kisha hyrë në për këto portalet si Stepstone, Indeed, Randstad, të gjitha këto portalet e punës, bëja aplikime pafund, mund të kem bërë me qindra aplikime, nuk është se i kam gjetur funksionale. Gjithashtu ju sugjeroj sepse siç e thash, secili mund të ketë atë fatin e vet dhe mundësinë e vet për të realizuar atë qëllimin, mund ta ketë edhe fatin që të gjej punë nëpërmjet këtyre. Nuk po arrija që të gjeja sepse duhet keni parasysh me këto portale shkojnë jashtëmase shumë aplikime, shkojnë pafund aplikime dhe nuk besoj se merren gjitha parasysh. Gjithsesi, fillova po e shikoja që kjo gjë nuk po funksiononte realisht, pra nga Shqipëria në momentin që isha akoma edhe me agjenci dhe që po prisja që të gjeja diçka. Dhe fillova më pas, thash, kisha marrë informacionet nga agjencitë që me diplomën time në administrim biznes, unë mundet të filloja që nga një recepcion, pra mund të filloja punë recepcioniste dhe kjo do më mjaftonte pra me gjuhën deri në B1, do ishte shumë e pranueshme pra si fillim që unë të merrja dokumentat dhe të hyja në procesin e punësimit gjerman. Pra ky ishte qëllimi i parsor ishte që të hyja, të gjeja një kontratë pune dhe të filloja të bëhesha me letra, me dokumenta të rregullta. Dhe pasi i mora këto informacionet, pra që i mora nga agjencia që po në recepcion mundet të punosh, po më thoshin, po më sugjeronin që po do të gjejmë një punë në recepcion sepse pranohet e tjerë. Unë mora këto informacionet dhe fillova, thash, po shkoj në qytetin e kushëririt tim, pra aty ku kam mbështetjen e vetme në Gjermani për të shkuar dhe për të gjetur një mundësi pune, pra aty e kam mundësinë që unë të qëndroj edhe të filloj të integrohem dhe të marr të gjitha informacionet duke jetuar brenda në Gjermani, kështu që po filloj po kërkoj punë në këtë qytet. Dhe çfarë bëra? Mora të gjitha, fillova që të krijoj një motivacion beschreibung, pra që është letër motivimi, fillova që ta bëj vetëm për recepcioniste. Fillova që ta krijoj pra diçka vetëm për recepcioniste, normalisht duke qenë edhe graphic designer, e bëra edhe të bukur që të dukej tërheqëse në sytë e dikujt që do ta hapi për herë të parë pra aplikimin tim. Pra që të rrisja shanset për një aplikim për punë, pra për një intervistë për punë. Dhe fillova që të gjeja të gjitha biznes që mund të më pranonin si recepcioniste dhe fillova të bëj aplikime duke marrë adresat e emaileve dhe duke bërë pra të gjitha aplikimet në një format të përshtatshëm vetëm për recepcioniste. Në platformën time në School do të gjeni shumë shpejt të gjitha formatet të cilat un kam përdorur të specifikuara dhe do t'ju duhet vetëm të ndryshoni emrin dhe të dhënat tuaja në mënyrë që të bëni aplikimet. Prestoj të keni suksesin që un pata duke gjetur shumë më lehtë, pra për një periudhë shumë të shkurtër kohe duke bërë këtë lloj aplikimi që un kam krijuar pra një format të posaçëm, pata mundësinë që të marr një po. Pra, më mjaftoi vetëm një po, vetëm nga një hotel, i cili më tha po, bëj gati dokumentat, hajde këtu edhe të flasim nga afër për kontratën. Pra, hajde ligjërisht këtu në Gjermani dhe hajde të flasim për kontratën. Dhe kjo ishte ajo pika e fillimit të cilën unë e mora parasysh edhe që i lash punën time në Shqipëri, lash shtëpinë, hodha vizën dhe ndoqa gjithçka, të gjitha procedurat për të ardhur dhe për të zhvendosur këtu në Gjermani me kartën e shanseve për të provuar se sa sukses do të kisha pra në gjetjen e një kontrate, pra vetëm nga kjo përgjigja po, edhe i kam shkruar edhe shumë emaile të tjera dhe vazhdonte të më thoshte pra të njepte premtimin dhe normalisht që kushëriri më tha që gjermanët nëse të thon po është po.
nuk të mbajnë me shpresa që të thonë hajde kot këtu edhe që më pas shohim e bëjmë. Nëse të thonë po, të dalim për zot. Dhe realisht ishte kështu. Pra më tha po, hajde këtu, ta diskutojmë nga afër dhe do të punësohesh këtu tek unë. Kështu që kjo ishte ajo që unë prisja shumë e shpejt në krahasim me të gjithë 1 vit e gjysmë që unë prita me agjenci, me aplikime nga Indeed, nga Stepstone, dhe këtë rrugën do ta bëj formale dhe juve do të keni mundësinë që t'i shkarkoni të gjitha materialet që të bëni aplikimet, pra do të keni edhe se ku të aplikoni për në bazë të profesionit tuaj, nëse do vini pra si të kualifikuar, nëse do vini si të pa kualifikuar, ku mund të bëni këto aplikimet për secilin qytet këtu në Gjermani. Pra do ju a bëj një format të gatshëm të cilin do ta shkarkoni në school. Pra këtu do të jetë mundësia dhe prandaj ju ftoj realisht që të bëheni pjesë e këtij komuniteti. Hyrja në këtë komunitet e kam lënë falas dhe dua që të ndiqni të gjitha informacionet pra që unë do të hedh në këtë komunitet. Pra, shumë profesional, një platformë super për të gjitha idetë e mia, për të gjitha mësimet që unë dua t'jap. Ky ishte pra rrugtimi im se si unë erdha, se si unë ja arrita dhe se si ja dola këtij qëllimi. Pra, në momentin pra që isha duke pritur për regjistrimin në zyrën e punës, unë kisha takuar, kisha lënë termin që të takohesha nga afër me këtë hotelin të cilin më dha mundësinë për të punuar në recepcion. Dhe kontratën e mora shumë shpejt. Më shumë problem përpara se të vija kisha kur mendoja për kontratën, pra më kapte stresi, a do marr kontratë, s'do marr kontratë. Pjesën e regjistrimit unë mendova komplet të kryer, por në fakt ishte regjistrimi ai që po mbononte dhe kontratën e kam marr shumë shpejt. Pra që në takimin e parë diskutuam dhe tham, lam një takim të dytë, një termin të dytë që të shkoja të firmosja kontratën. Pra ishte shumë e thjeshtë. E vetme që më pengoi pjesa e regjistrimit pra në bashki që të gjithë e mendojnë shumë të lehtë. Pra secili ka rrugtimin e vet. Dhe më pas pra fillova punë, çdo gjë në rregull me Ausländerbehörde. Pas gjetjes së punës fillova që të kisha një problem tjetër të radhës që të gjeja një shtëpi, të gjeja një banesë për të jetuar. Dhe për të gjetur këtë banesë pata sërish vështirësitë. Si e gjeta banesën? Normalisht që nëse doja të kontaktoja me një agjenci për të gjetur banesa do më kushtonte shumë para dhe normalisht që nuk më konvenonte. Në rregull me punë rregullova që t'i thoja pra agjencive të shtëpive me qira që un kam të ardhurar për ta mbajtur një banesë me qira. Në këtë moment përveç siguracionit pra më shtua edhe kontrata e punës, pra që ishte shumë e rëndësishme dhe faktor shumë i rëndësishëm për të gjetur shtëpi. Përpara kësaj nuk mundet që ta bëja. Besoj që nuk mund ta gjeja për një shtëpi. Fillova që të gjej portale të ndryshme, pra kush jep të shtëpi me qira dhe të them të drejtën vonovja, pavarësisht se shërbimin e kanë pak të keq, sidomos edhe shërbimi me telefon, punonjësit nuk është se janë shumë të sjellshëm, janë shumë të prerë dhe nuk duan t'ia dim fare, pra nuk mund të quaj që janë kompani e mirë për klientin, por janë kompania me të cilën mund të gjeni shtëpinë më kollaj. Nuk e di nëse vonovja është vetëm këtu në Dresden apo është në kudo pra në Gjermani, por fillova që të bëja aplikime, pra hyra, bëra regjistrimin në portale dhe normalisht që fillova që të shikoja të gjitha shtëpitë që mund përshtaten. Hyja tek portali dhe fillova që të gjeja shtëpitë që i përshtateshin kërkesave që unë kisha në atë momente dhe bëja aplikimet për të parë shtëpinë. Shumica e përgjigjeve ka qenë uzu shtëpia, pra ktheni përgjigje negative që shtëpia ishte zënë dhe kam parë gjithsej 6 shtëpi. Me shtëpinë e 6 kam arritur që të marr edhe kontratën e shtëpisë. Dhe pas që funksiononte në momentin unë rija gjithë ditën tek vonovja dhe shikoja kush ishin shtëpitë e fundit që ishin hedhur, vetëm ato aplikoja, sepse në momentin që ato sa dilnin dhe ti bën aplikimin, 2 personat e parë që shkonin në aplikim ose 3 personat e parë që shkonin në aplikim, njëri prej tyre e merrte, kështu që kjo është më e vështira. Nëse shikoni që një postim ka 4 ditë, 3-4 ditë, keni parasysh që ose shtëpia nuk ja vlen për atë çmim ose pra është shumë e vështirë që ta gjesh një shtëpi ose të gjesh një shtëpi të mirë ashtu siç e ke ti kërkesën, nëse postimi vazhdon qëndron aty për shumë gjatë. Kërkoni gjithmonë shtëpi të cilat kanë 1 orë që janë hedhur maksimumi, 1 orë, 2 orë që janë hedhur ose që janë hedhur brenda ditës dhe lini termine direkt për t'i parë këto shtëpi nga afër. Kështu që e pash këtë që funksiononte sepse kisha mundësinë që të zgjidhja edhe një shtëpi tjetër përpara kësaj, por që më duke vogël, ishte në një zonë vërtet shumë të mirë, por më duk hapësira e vogël dhe më pyeti, unë isha e para që e shikoja bashkë me një gocë tjetër. Juve jeni të parat ta kjo zonja e Vonovjas.
që po e shikoni shtëpinë dhe më thoni, më ktheni përgjigje sot me patjetër sepse shtëpia jepet shumë shpejt. Okej, unë e ktheva përgjigjen që nuk e dua, pra nuk jam e interesuar për shtëpinë dhe I kërkova disa specifikime të tjera që kërkoja për shtëpinë time dhe më tha në rregull, pa japim vajzës tjetër. Pra, keni parasysh që 2-3 personat e parë që shkojnë në shtëpi për ta parë, pra që lën takimin e parë në termin për shtëpi, ata janë ata të cilët e marrin pra këtë shtëpi. Kështu që keni parasysh gjithmonë prisni postimet e para që bëhen. Dhe në këtë mënyrë, pra duke e parë që funksionon ka kështu dhe me kompanitë e tjera, me agjencitë e tjera që nuk kanë pra kaq më shumë se 90% të shtëpive këtu I ka Vonovia që I jep me qera dhe ato të tjerat kanë më shumë specifikime, duan të ardhura shumë të larta, pra kanë më shumë kërkesa për të gjetur shtëpi dikujt që sapo është vendosur në Gjermani dhe që edhe mund të hiqet nga puna pra në periudhën e provës, pra 3 mujore, ndërsa Vonovia të pranon realisht. Pra ka këto të mirat edhe të këqijat e veta, siç e thash, shërbimi me klientin është skandal, ndonjëherë ato punonjësit janë shumë të pazotët në komunikim, pra janë shumë nuk më pëlqejnë dhe pavarësisht kësaj pra mundet që të gjeni një shtëpi, duhet që të keni pak durim, pra siç thash, kompanitë e tjera nuk të japin aq shumë, nuk të japin aq shpejt një shtëpi, pra duhet të kesh shumë standarde që ata të pranojnë. Vonovia duke qenë se ka shumë shtëpi edhe që I leverdis që t'i japi sa më shpejt edhe sa më shumë njerëzve, pranon që të jeni të plotësoni ato kushtet që mundet t'i tregoni, t'i vërtetoni që ju keni të ardhuar për ta mbajtur këtë shtëpi të paktën në një periudhë 1 vjeçare ose 2-3 vjeçare, pavarësisht se kontrata nuk është se të bëhet me vite. Pra, të thuhet deri në momentin që ti je interesuar për ta mbajtur shtëpinë, duhet lajmërosh 3 muaj përpara se ta lësh në mënyrë që të përgatitet edhe Vonovia, por edhe ti për të zhvendosur, por edhe Vonovia për të marrë pra një qeramarrës të rinj. Keni parasysh që shtëpitë këtu në Gjermani duhet që ti nisesh nga zeroja. Kur kam ardhur unë këtu, ka qenë kjo shtëpia komplet bosh, asnjë gjë, edhe pjesa më e vështirë, okay, mobilet po I blej. Pjesa më e vështirë pra e shtëpive këtu në Gjermani është që nuk kanë kuzhinë. Pra kuzhina duhet vendosur nga zeroja dhe kjo ishte pjesa më problematike për mua sepse mund të bëja me pjesën tjetër të mobileve, por kuzhina ishte patjetër shumë e nevojshme dhe normalisht që I do të gjitha, pra kuzhina duhet. Por një plus I vogël, edhe këtu qëndron një plus I vogël, është se në kuzhinë, pra kuzhinat këto zakonisht I kanë me formate standarde dhe mund të gjesh lehtësisht kuzhinë. Pra, nëse do doni që të merrni mobilje të përdorura, mund të gjeni edhe tek faqja Klein Einsagen. Edhe këtu unë shikoj që ka edhe vende pune, shikoj që ka edhe mobilje, shikoj që ka shtëpi me qeraj që jepen. Zakonisht pra kur duan që të ndrojnë shtëpi, ato kanë një periudhë rreth 3 muaj që duhet të njoftojnë dhe duhet të presin përpara se të zhvendosen në një shtëpi tjetër. Dhe çfarë bëjnë? E hedhin këtë shtëpinë, pra bëjnë punën që do bëj agjencia, që do bëj në këtë rast po e quaj Vonovia për të gjetur një klient dhe që këta të kalojnë sa më shpejt të periudhën e 3 mujorësh, sepse ndërkohë mund të kenë gjetur edhe një shtëpi tjetër që I është përshtatur dhe I paguajnë të dyja njëkohësisht, pra paguajnë 2 qera në mënyrë që të mbajnë edhe shtëpinë e rezervuar pra ku do të zhvendosen sërish. Kështu që tek faqja Klein Einsagen mundohet edhe vet ai që ka shtëpinë, pra qeramarrësi I shtëpisë, mundohet që ta nxjerrë dhe të gjejë klient për Vonovia në mënyrë që ai të largohet sa më shpejt nga kjo shtëpia që nuk e do më, pra që do që të zhvendoset në një lagje tjetër, në një shtëpi tjetër, pra arsyet mund të jenë nga më të ndryshme. Jemi në fund të kësaj videoje dhe do doja patjetër mendimin tuaj, rrugën tuaj, sa të vlefshëm e gjeni këtë informacion, cili ka ndjekur për jush këtë rrugë ose cili I plotson kushtet për të ndjekur këtë rrugë, si e vlerësoni të gjithë këtë rrugtimin tim, a ja vlen, si e vlerësoni pra këtë rrugtim të cilin unë e mora përsipër, por mendimin tim ja vlen plotësisht sepse këtu ke një jetë e cila me minimumin e vlerës, me minimumin e pagesës ju mundet të krijoni një jetë komplet tjetër që në Shqipëri nuk arrini ta siguroni dot. Pra realisht ka problematika të tjera të cilat mi sugjerojnë gjithmonë grupet e shqiptarëve, emigrantët që janë këtu gjithmonë flasin se sa të mbytur ndjen nga gjendja shpirtërore pasi kalon pak kohë dhe mësojnë pra me gjithë të, okay, ke një standard jetese dhe secili e përjeton, pra ndryshe fillojnë që të mendojnë që nuk janë
aty ku duhen sërish, pra, sepse nuk janë në atë klimën që duan, nuk janë me njerëzit që janë mësuar që të jetojnë, por mendoj se të gjitha këto do mundemi që ti diskutojmë bashkë në trajnimet që unë do të bëj dhe që do t'i gjeni pra në School, në platformën time në School, Emigrant School, Shkolla e Emigrantit by Kristina Fundo, dhe do ju sugjeroja me patjetër që të bëheshit pjesë e këtij komuniteti me një regjistrim falas, komplet free, në mënyrë që të merrni të gjitha informacionet dhe të gjitha përgatitjet që unë jam realisht duke punuar dhe duke krijuar sisteme lehtësuese për të gjithë ju në secilën fazë të jetës tuaj që jeni. Pra mund të jeni dikush i cili është në tentativë për të ardhur në Gjermani, për të bërë një emigrant. Kam materiale dhe kam sisteme të krijuara posaçërisht për ju në School. Kam sistemi gjithashtu edhe për personat të cilët kanë ardhur këtu, kanë arritur një standard jetese, por nuk janë të kënaqur për 1, 2, 3 arsye. Edhe për këtë pikë të jetës tuaj kam krijuar sisteme të cilat po i përgatis dhe që do të hidhen të gjitha në School. Pra do jetë platforma jonë kryesore, takimet tona kryesore do të krijohen vetëm në School. Dhe aty do të bëheni pjesë pra e këtij komuniteti dhe këtyre sugjerimeve nga ana ime dhe këtyre projekteve dhe sistemeve të cilat do t'i krijoj të gatshme për ju, për t'ju kursyer kohë, për t'ju kursyer probleme dhe për t'ju kursyer sa më shumë stres. Kam shumë të rëndësishëm që të kem pra edhe unë komunitetin tim të shqiptarëve, komunitetin ton, komuniteti i jon, i cili ndihmojmë njëri tjetrin dhe komunitetin në të cilin neve gjejmë këshilla, gjejmë sugjerime të vlefshme, vërtet të vlefshme. Dhe nëse shikoj në këtë komunitet që ka shumë pesimista, do t'i marr një nga një dhe do t'i trajnoj për një mindset komplet të ri edhe për të përballur jetën në mënyrë komplet ndryshe. Pra gjithçka nis nga formimi jon këtu, se çfarë neve i themi vetes ton, se me cilët njerëz neve e rrethojmë veten ton dhe çfarë na hyn në vesh çdo ditë. Nëse neve e ndryshojmë këtë gjë, nëse neve punojmë me veten ton, atëherë ju asiguroj me 1000% që do të keni sukses, suksese që nuk i keni parë asnjëherë më përpara në jetën tuaj dhe që do të vlerësoni veten tuaj në atë pikë sa të thoni, wow, vërtet ja dola, vërtet qen ka kështu, vërtet gjithçka nis nga vetja jon. Vërtet nis gjithçka nga vetja juaj. Kjo është e vërteta, unë nuk mund ta ndryshojmë dot të vërtetën. Gjithçka nis prej jush. Gjithçka nis prej asaj që juve mendoni çdo ditë, formimit tuaj të përditshëm në të gjitha aspektet e vetes tuaj, jo në aspektet e njerëzve dhe të situatave dhe të rrethanave të cilat ndodhen. Këto rrethana ju asiguroj që në momentin që ju ndryshoni mendimet tuaja, besimin tuaj, vetbesimin tuaj, atëherë këto rrethana do të ndryshojnë plotësisht në përshtatje me atë që juve jeni dhe do doja që të dija se në cilin nivel ndiheni realisht, në mënyrë që të mbledh disa të dhëna dhe të krijoj diçka të re dhe të krijoj një program të ri për të nisur nga personat të cilët ndihen me më shumë presion dhe në më shumë trysni se sa të tjerët. Secili duhet të mendoj që nuk është turp të kërkosh ndihmë, nuk është turp të kërkosh një mendim nga dikush tjetër, nuk është turp që të kërkosh diçka nga dikush, një vlerësim, një gjykim, një mendim, një rrugtim. Nuk është turp, as pak nuk është turp. Të mbetesh në vend është turp kur ke kaq shumë mundësira. Të mos ecësh përpara është turp, kur ke kontrollin e vetes tënde dhe kur e di të vërtetën që vetëm ti e ke veten tënde në dorë. Nuk është turp që të pyesësh, të informohesh, është turp të mendosh që ndihma, të kërkosh ndihmë, është turp. Ky është turpi i vetëm. Shihemi në komunitet Emigrant School by Kristina Fundo.